Ka zgjedhur 9 majin, ditën e Europës, për të dhënë një mesazh për të gjithë bashkëqytetarët e saj. Kandidatja mazhorancës për Bashkinë Shkodër Keti Bashdari, së bashku me të rinjtë e forumit Keti Youth, e ka nisur ditën me një xhiro në biçikleta, duke përshkuar arteriet kryesore të Shkodrës. Simbolikisht në të gjitha biçikletat ishin vendosur flamujt e Unionit Evropian, e mes tyre dhe i Shqipërisë, vend kandidat që aspiron të bëhet pjesë e familjes së madhe. Bashdari në këtë udhëtim pedalues me të rinjt pa nga afër dhe realitetin që ofron sot Shkodra për çdo përdorues të biçikletës, e ku për të cilët në fjalën e saj dha edhe një premtim. Ky premtim sipas saj vjen nga nevoja që ka sot qyteti për këto hapësira, që në një pjesë të rrugëve janë, por për fat të keq shërben si parkime automjetesh. Vendosëm të bëjmë këtë demonstrim me biçikleta në këtë aks rrugor ku presupozohet se ka një rrugë pistë ciklistike dhe që në fakt është jashtë gjitha standardeve, ndaq nga ana e konstruksionit, gjithashtu dhe nga ana e mirëmbajtjes. Në Shkodër ka një problem shumë të madh me këtë traditë të bukur dhe të shëndetshme siç është lëvizja me biçikleta, dhe çdo ditë qytetarët, prindërit tanë rrezikojnë jetën për shkak të mungesës së vizionit të bashkisë dhe njëkohësisht pafësisë saj për të vepruar dhe menaxhuar funksionalitetin edhe atyre pak rrugëve që janë. Ne do japim një zgjidhje finale parkingjeve në Shkodër, duke riorganizuar parkingje të reja, qoftë të nëndheshme, qoftë në ambiente të cilat janë të përshtatshme, larg qendrave dhe larg vendeve ku do përdoret për të lëvizur me biçikletë. Këtë traditë të shëndetshme ne duam ta fusim në filozofinë e qytetarëve të Shkodrës, duam ta kthejmë në qendrën e vëmendjes, ndaj ne do promovojmë çdo iniciativë të qytetarëve të cilët lënë makinën dhe marrin biçikletën, do promovojmë të gjitha ato institucione të cilat do ta bëjnë pjesë të filozofisë tyre kryerjen e funksionaliteteve, qoftë të zyrtarëve brenda, qoftë atyre që vinë pranë institucioneve për të kryer shërbimet me biçikleta, si dhe një projekt shumë të madh për ta parë biçikletën jo vetëm nga ana e funksionalitetit të saj, por për ta parë biçikletën dhe si një sport të bukur dhe gjithashtu një lëvizje turistike nga Shkoda në drejtim të zonave natyrore. Do ndërtojmë kilometra rrugë, të cilat do i shpallim me programin, të cilat fillojnë nga Shkodra dhe shkojnë në drejtim të Vilipojës dhe në drejtim të zonave malore, duke ofruar mundësi për kampingje, për të rinjt, qoftë për qytetarët shkodran, qoftë për ata që vinë nga zonat përreth, qoftë për të huajt për turistët. Paralelisht, ne do shtojmë fluksin e transportit publik, do riorganizojmë atë në qytet, në mënyrë që akset rrugore të jenë dhe më të lira dhe më të përshtatshme për lëvizjen me biçikleta dhe të krijohet mundësia qoftë për qytetarët që nuk duan të lëvizin me makinat e tyre private, qoftë për ata të cilët kanë nevojë të kryejnë shërbime. Bashdari premtoi gjithashtu se paralelisht me dhënien e hapësirave të duhura për biçikletat, mjetin simbol të Shkodrës, me ardhjen e saj në krye të bashkisë do të hartojë edhe një guid të rilëvizse për mjetet e transportit publik, pasi sot nga shërbimi urban nuk prekën thuajse 90% e lagjeve të Shkodrës. Ky marshim i të rinjve me kandidatën Keti Bashdari ishte kështu edhe një mesazh i qartë në ditën e Europës se më shumë se sa me fjalë, institucionet duhet ta tregojnë me vepra konkrete këtë rrugtim të nisur të vendit tonë në familjen evropiane.